Ulja intensitetit të rreshjeve ka bërë që në qarkun e Gjirokastrës situata të qetësohet. Nuk bëhet fjalë për banor të evakuuar nga banesat apo banesat të dëmtuara nga rreshjet. Vetëm 20 hektar tokë bujqësore janë përmbytur me vreshtari dhe djerë. Niveli vjosës në përmet është 2.4 metër, kurse në urën e Memaliajt 3.5 metër. Informacionet nga OSHE flasin për furnizim të gjithë qarkut me energji përveç fiderit Radio Kordocë në bashkinë e Gjirokastrës që është jashtë pune. Në bashkinë Libohov është shënuar një rëshkitje e një masivi dherash ku është bllokuar aksi rrugor Poliçan Sheper pranë fshatit Sheper të njësisë administrative Zagori. Nga ana e bashkisë Libohov dhe Dropull edhe ditën e sotme punohet në aksin rrugor Suh Poliçan në vendin e quajtur Shkëmbi Dallëndyshes për riparimin e trupit të rrugës. Ky aks rrugor lidh dy njësi administrative, Zagorin të bashkisë Libohov dhe Poliçanin të bashkisë Dropull. Në bashkinë Dropull ditën e sotme vijon puna për vënien në funksion të segmentit rrugor Glinë Nepravisht për të mundësuar lëvizjen e mjeteve nga banorët e fshatrave dhe lëvizjen e mjeteve nga fabrika e prodhimit të glinës. Ndërkohë që në bashkinë Tepelen, ditën e djeshme u punua për sistemimin e shkarjes së një ure në fshatin Dhëmblan, njësi administrative Lopës, e cila shërben për lëvizjen e banorëve në tokat bujqësore dhe bagëtive. Problematika u eliminua pjesërisht pasi aty tani kalojnë vetëm këmbësor. Nga bashkia do të ndërhyet për një zgjidhje definitive me përmirësimin e motit pasi ujërat e porojit nuk të lejojnë.